Kur përpiqesh të krahasohesh me mbretin, jo të gjithë e kuptojnë peshën e kurorës. Hyrja e Senofishtës në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 5 nuk kaloi pa zhurmë, që në minutat e para banori nga Shkodra tregoi siguri, prani të fortë në ekran dhe gatishmëri për përballje. Një profil që kërkon vëmendje, një karakter që kërkon hapësirë. Por edhe një tjetër emër që shumë shpejt u vendos përballë një hijesh të madhe. Louis Ailey, një krahasim që është bërë shpesh në historinë e Big Brother VIP, një gabim që përsëritet sezon pas sezoni. Në një moment, Ledion Liço e lidhi fishtën me Louis Ailey, për faktin se të dy vinë nga Shkodra, por përgjigjja e Senos nuk kaloi pa thumb. Luizi ka bërë një performancë të jashtëzakonshme, por i kemi rrugët e ndara. Ai kishte borxhet e veta dhe unë të mijat. Një fjali, një nënkuptim dhe një val reagimesh që shpërtheu në publik. Por e vërteta është kjo. Luizi nuk ishte thjesht një banor. Ai ishte një epokë, një ndjenje kolektive, një fenomen që e ktheu Big Brotherin në një lëvizje popullore. Qau luftoi, u përbuz, u ngrit dhe fitoi zemrat e një kombi të tërë. Dhe pikërisht për këtë arsye, krahasimi me të nuk është thjesht i gabuar, është i pamundur. Shumë banor kanë hyrë në Big Brother VIP me hijen e Louis Ailey mbi supe. Shumë janë përpjekur të ecin në gjurmët e tij, por deri më sot askush nuk është afruar realisht, sepse Luizi nuk fitoi vetëm lojën, ai fitoi publikun, dhe këto janë dy gjëra krejt të ndryshme. Senofishta i lindur në Shkodër që e quan veten delja e zezë e familjes, për shkak se gjithmonë ka qenë kundër rrymës, mund të ketë historinë e tij, sfidat e tij, betejat e tij personale, por të jesh kundër rrymës nuk do të thotë të jesh fenomen, dhe të jesh i fortë në ekran nuk do të thotë të bëhesh legjend. Louis Ailey nuk është standard krahasimi, ai është përjashtim, dhe deri në momentin që dikush të arrijë të bëjë Shqipërinë të ndalet, të bashkohet dhe të ndjejë siç ndjeu për Luizin, çdo krahasim mbetet i kod. Historia nuk përsëritet lehtë. Mbretërit lindin rrallë. Faleminderit që qëndruat deri në fund të videos. Nëse ju pëlqeu kjo histori dhe doni të ndiqni edhe lajme të tjera ekskluzive nga showbizi shqiptar, mos harroni të bëni subscribe, të lini një pëlqim dhe të aktivizoni zilen e njoftimeve. Na tregoni në komente çfarë mendoni ju për këtë histori. Videoja tjetër po vjen shumë shpejt, qëndroni me ne.